Sot bie gongu I fundit I fushatës elektorale për 11 majin dhe nesër hym në heshtje zgjedhore. Pas një muaji zhurmë premtime, koncerte shterp dhe retorik të lodhur, dy partitë kryesore mbyllin sot garën për votën e qytetarëve shqiptar. Si gjithmonë, spektakli I përmbylljes zhvillohet në Tiranë, kryeqyteti që shërben si skena finale për Edi Ramën dhe Sali Berishën. Partia Socialiste e Edi Ramës do të organizojë mitingun e saj përmbylljes pranë Parkut Olimpik në orën 19:30 në një aktivitet ku më shumë rëndësi kanë skenografia dhe efektet vizuale sesa mesazhi politik. Rama kërkon mandatin e 4, si të ishte një drejtues shteti me vizion historik, ndërkohë që realiteti në terren flet për largime masive nga vendi, korrupsion pa frena dhe një administratë që I shërben më shumë partisë sesa shtetit. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Sali Berishës mbyll fushatën në bulevardin e ri në orën 19. Me sloganin Shqipëria madhështore, por me fytyra të ricikluara dhe me një drejtues që është simboli I së shkuarës, PD kërkon rikthimin në pushtet pa reflektuar as për dështimet e saj as për arsyet pse u përjashtua nga besimi I qytetarëve. Në këtë mes, për herë të parë në mënyrë më të theksuar, kanë hyrë në garë edhe partitë e reja që synojnë të thyejnë duopolin PS-PD dhe të fusin në kuvend një zë ndryshe, por në një sistem të ndërtuar për t'i shërbyer të mëdhenjve, këto forca përballen me mungesë financimesh dhe një administratë zgjedhore që I sheh me dyshim. Megjithatë, entuziazmi që kanë sjellë në një pjesë të elektoratit, veçanërisht tek të rinjtë të zhgënjyerit, nuk është për të nënvlerësuar. E shtuna 10 maj shënon heshtjen zgjedhore ku ligjërisht ndalohet çdo lloj aktiviteti politik. Por siç ndodh rëndom në Shqipëri, heshtja është vetëm në letër, pasi telefonatat, presionet, pazaret dhe thirrjet në rrogoz vazhdojnë me intensitet të shtuar. Më 11 maj, rreth 3 milion shqiptar janë thirrur të votojnë për kuvendin e ri. Për herë të parë në histori, pjesë e këtij procesi janë edhe 245.000 shqiptarë të diasporës që janë regjistruar për dhënë votën nga jashtë vendit. Ajo diasporë që politika shqiptare zakonisht e kujton vetëm për emitanca dhe për ta shfrytzuar në fjalime patetike.